Miq, në këtë kohë të turbullta dhe me zhvillime të rrugshme në Tiranë, me protestën që vazhdon prej 11 ditësh, ndërkohë që paraditja e sotme ka qenë e befasishme pasi erdhi edhe një lajm nga Partia Demokratike dhe jo e konfirmuar zyrtarisht nga Washingtoni që Sali Berisha si është hequr non grata pra dizenjimi që tashmë mund të udhtoj bashkë me familjen në Washington, ndërkohë që mbetet në fuqi non grata nga Britania e Madhe. Një lëvizje e tillë në këtë moment ndoshta shpjegon edhe faktin se pse Sali Berisha opozicionua pro qeverisë, pro investimit të dhëntrit të Trumpit në zvërnet. Megjithatë, për protestën dhe gjithçka tjetër që po ndodh në Shqipëri, do të flasim me profesor doktor Muhamet Kelmendi, të cilin unë e kam ftuar. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Profesor, mora spunto shkas për t'ju ftuar në këtë bisedë, nga fakti që ju keni bërë disa shnime në faqen tuaj, në profilin tuaj, në rrjetet sociale, edhe theksoni ndër të tjera që jo gjithmonë protestat janë garanci për përparim. Po, kështu ka ndodhur në historinë, në kaluarën, edhe shumë vende të ndryshme të botës, ku protestat në momente të caktuara janë shfrytzuar nga forcat të ndryshme dhe ka pas regres, jashtëzakonisht shumë të dëmshëm, dhe edhe sistemi politik-shoqëror është rikthyer në një sistem autoritar ose të dhunës, i cili ka kriju pastaj probleme dhe vështirësi dhe ka qenë shumë vështirë me çu përpara dhe me zgjidh problemin. Parimisht nga kjo, përkundërzi kësaj, po mendoj unë, protestat janë mekanizëm shumë i mirë, shumë i drejtë dhe i qelluar i fortë i shteteve demokratike dhe liberale, sepse ato janë manifestimi i vullnetit të drejtë për drejtë të qytetarëve, lidhur me sistemin politiko-shoqëror, lidhur me gjendjen ekonomike dhe sociale shoqërore, lidhur me problemet që i ballafaqon ai vend, dhe ato natyrisht duhet me qenë të orientuara drejt, pa implikime nga jashtë, sepse mund të keq përdorur për interesa të ndryshme dhe të dëmtojnë imazhin jo vetëm të protestuesve, por edhe të vetë shtetit dhe në këtë rast të qytetarëve të shtetit të Shqipërisë. Prandaj unë dëshiroj që protestat të jetë mbi bazën e tillë, jo e ndikuar nga ndokush që ka për qëllim të keq ndaj kombit shtetit, pra popullit tonë, popullit shqiptar, që ka për qëllim me thy ose me dëmtu ekonominë, industrinë, shtetin, ku e diun tjera në kësi force, dhe këso forca ne kemi mjaft. Duke filluar nga shenjat tonë të cilat janë tradicionalisht të orientuar kundër interesit të kombit shqiptar, si në veri dhe në jug, këtë rast e kam fjalën për Serbinë, për sllavet maqedon, malazez, dhe natyrisht Greqia, e cila për fat të keq, edhe pse vjen në Unionit Evropian, është orientuar jo drejt në raport me Shqipërinë dhe shqiptarët, ende ma tutje toleron veprime të ndryshme nacional shoviniste greke të cilat kanë për qëllim mbi Greqinë e jugore. Pra, këto janë faktorët të cilët mund të ndikojnë në devijimin e demonstratës së drejtë, në devijimin e zërit të qytetarëve dhe këtë nuk ja du Shqipërisë. Mendoni, profesor, që Greqia ka gisht këtu? Unë mendoj se në rastin e tillë në Shqipëri, jo vetëm Greqia, por çdo shtet të cilën nuk ja do të mirë shqiptarëve të Shqipërisë, përpiqet me shfrytëzuar situatet e tilla me kriju tensione, me kriju vështirësi, për me pru situatën e tillë dhe me keqësu gjendjen mbrana, për me realizu interesat e tyre të cilat i kanë mbi shqiptarët dhe Shqipërinë. Pra, nuk përjashtohet mundësia që nga Rusia, që nga Irani i largët, i cili e ka një interes jashtëzakonisht shumë të madh për arsyera të ndryshme nga historia, të cilat i dimë ne. Greqia, e cila ka historikisht pretendime nga jugu të Shqipërisë, donë se ka marrë pjesë të mëdha të Shqipërisë, Çarmëria dhe Anina, e vise tjera, ashtu dhe Serbia, e cila ka pretendime për të dalur hendës nga ëndra vetë e vjetër në dalë në dorë, se kështu me radhë. Pra, duhet çdo herë të jemi të kujdesshëm, të jemi të qelë, të analizojmë mirë gjendjen dhe të protestojmë në kuadër të interesit të përgjithshëm të shtetit dhe të kombit, pa vunë shërbim të askujt. Profesor, ndoshta për më shumë për publikun, si skenar, si pista, infiltrimet mund jetë nëpërmjet ashtu si kur thoni ju, OJQ-ve, OJF-ve, apo organizatave të ndryshme, apo partive politike, si mundet të deportojnë? Po, shumë e thjeshtë kjo. OJQ-t janë subjekte jo qeveritare, të cilat jetojnë nga mjetet të ndryshme financiare që vendet të ndryshme japin, qoftë nga brenda, qoftë nga jashtë,
Dhe është e keqe shumë e madhe që ne kemi shumë OVC si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, të cilët për mendimin tim nuk janë treguar çdo herë në nivelin interesit të kombit dhe të shtetit, por në varësi nga ajo se kush ka mjete financiare, ka marrë edhe politikën e tillë dhe natyrisht ka ndikuar pastaj në mënyrë të ashpër në realizimin e asaj politike të atij subjekti që ka mjete financiare. Të marrim për shembull Kosovën dhe Shqipërinë, ne kemi një fakt shumë të qartë dhe të gjithë kemi përballë, që është në ndërtimit të xhamive, të cilat për mendimin tim janë në Kosovë është mbushur me xhami. Një popull i cili nuk është mbi 1 milion e gjysmë banor, mi pas 800 xhami, ndërsa Stambolli i cili ka 18 milion banor nuk ka 800 xhami. Domethënë kjo është një element që jap më kuptuar që faktori jashtë në këtë rast e mora unë OEC e karakterit fetar në këtë rast musliman, ideologjisë muslimane, të cilat për mendimin tim vijnë nga Irani, nga vendet të ndryshme të Kuvajtit, të Arabisë Saudite, të Emirateve Bashkuara, nga organizatat kriminale, nga ato organizatat që kanë mjete financiare, dhe qëllimi i tyre është pastaj nëpërmes Turqisë dhe forcave tjera, organizatave qeveritare, jo qeveritare, në Turqi, të depërtojnë Kosovën dhe kësaj na kanë mbushur neve, çdo fshat ka 2-3 xhami. Kështu është edhe në Shqipëri, pra ne është logjike të presim që ky faktor mos të interesohet për gjendjen aktuale dhe mos të intervenojmë brenda nëpërmes subjekteve të tillë për me ndrru rrugën, për me deviju veprimtarinë e demonstratave. Pra ne u bëthiri demonstruesve, me qoftë se na ndëgjon ndokush, që me të vërtetë me rujt interesin e kombit, interesin e shtetit, sepse mbi atë nuk ka asgjë tjetër. Profesor, deri tani protesta ka qenë qytetare, paqësore, nuk është shënuar asnjë incident, aty kanë qenë familjarë me fëmijët, madje fëmijët në hapësira të caktuara në bulevard, kanë zgjedhur edhe për të pikturuar fjalime të shumta të niveleve të ndryshme, shqiptarë të ardhur nga jashtë. Por gjitha kjo ju mendoni që mund të përmbyset, mund të kemi një destabilizim në pikërisht këto elemente të cilat i thatë ju pak më parë, demonstratës që kur kanë dalë fëmija me pikturue forma tjetër, kanë ardhur nga jashtë, është një element që jep me kuptuar që këtu është punuar në mënyrë të mençur nga faktorë të ndryshëm, për me mujtë me fut në lëvizje veprimet të tilla, të cilat i thatë ju pak më lart, dhe më duket ajo si tamam protestë qytetare, dhe në realitet mos me pas kur falloj konceptin e zgjirjen e vetvetes. Pa ideologji e keni fjalën. Urna? E keni fjalën pa ideologji. Pa ideologji. Ka filluar për Zvernecin për shembull, dhe disa qendra tjera ku ne i kemi pa me kohë që natyrisht janë të dëmshme, me qofse përdorin për interesat jo shqiptare, po Zverneci për shembull, dhe investimin nga jashtë, të natyrës e tillë për të cilën Shqipëria po thot me ardh, kështë një me pas zili çdo shtet i Unionit Evropian edhe Gjermania, me pas një Zvernec se tillë do t'i lënë të Shtetet Bashkuara të Amerikës me ndërtu objektin e tillë në mënyrë që të hapë vendet e punës dhe të rritet buxheti i shtetit. Pra, kërkesat e tilla të këtij grupimi, të këtyre njerëzve të se dalin demonstrata, janë të kërkesat si themi të natyrës problematike që ka Shqipëria aktualisht. Dhe kjo është shumë e mirë që kanë këto kërkesa. Po kush është subjekti që organizon këto demonstrata? Cili është ai subjekti i cili e merr përgjegjësinë për këto demonstrata? Sepse dalja në diskutim nga pikpamjet të ndryshme, qoftë djathta, qoftë mesme, qoftë majta, qoftë ideologji të ndryshme, ja dëmton interesin e kësaj demonstrate. Pra ne duhet kjo demonstratë me pas një subjekt, me pas një subjekt i cili flet në emër të këtyre demonstruesve, i cili kontakton në shtetin shqiptar për interesat të këtyre demonstruesve për çka po demonstrojnë. Sepse Shqipëria ka probleme të fushës ekonomike dhe sociale, ka probleme në fushën e krimit të organizuar, të keqpërdorimit të pozitave shtetërore, të pasurimit të pabasë, të shitjeve vende pa vende të natyrës së tillë, të tokave shqiptare ku e diun tjera. Mi po duhet me pas një subjekt i cili natyrisht i ka këto kërkesa dhe i paraqet këto kërkesa pranë kompetentëve dhe përpiqet me realizuar këto kërkesa. Ose në fund në qoftë se realizohen, vepron në emër të këtij subjekti qytetar të Shqipërisë, derisa të shkohet vani në zgjedhje të reja. Po shkojmë në zgjedhje të reja, kush do të jetë aktualisht atje subjekti që do del në zgjedhje? Përsëri kemi dy subjekte që deri më tash. Pra është ajo që ne kërkojmë që me të vërtetë të kemi një subjekt, të kemi një forcë politike, ideologjike, sociale apo shoqërore, si dush ta quash, një organizëm
Pra, ju thoni, profesor, që gjithë kjo protestë kapitalizohet në një parti që të futet në sistem, se ndryshe sistemi nuk rezolvon asgjë. Po vetëm e thonë një parti, po mundet me qenë një subjekt lëvizje qytetare, i cili thet në amend të kësaj mase dhe përpiqet me realizu këto interesa të masave, sepse për shumë çështje të cilat thash pak më lart, edhe unë jam me realizu sepse gjendja ekonomike dhe sociale jo vetëm në Shqipëri, po në Kosovë dhe kudo tjetër është e rëndë. Po, mjafton për ta parë një tjetër këndvështrim, profesor, që mund na duhen faktorë të tjerë dhe agent nga jashtë përballë situatës që është, pra motivet janë të shumta në Shqipëri për të protestuar, sipas atyre që janë në Shqipëri. Motivet janë të shumta dhe këto motive pikërisht agentët, nuk desha të përdori këtë fjalën e vjetër e që nitet për agent të jashtëm që futen në një vend dhe e shfrytëzojnë situatën për të ngritur pakënaqësitë në atë vend. Kjo është një fakt. Pakënaqësitë ekzistojnë, vështirësitë ekzistojnë, natyrisht subjektet e huaja, në këtë rast shtetet ndryshme për të cilat falen pak më lart, i fusin agentët e vet, apo vetëm i kanë brenda agentët e vet, nëpërmjet subjekteve të ndryshme të cilat nuk kanë fakte, duhet shteti shqiptar me analizu këtë çështje, ajo në organizatat jo qeveritare, jo partitë politike, ajo në individët. A është ideologjia fetare, se si themi xhamit të ndryshme, ajo në këtë rast pishat apo kushon, unë nuk i di këto, për këto është çështja e shtetit dhe organeve shtetërore të cilat duhet të jetin dhe të kapeve të marrin përgjegjësi. Një poshtë e logjikshme që situatat e tilla shfrytëzohen nga shtetet e huaja dhe nëpërmes agentëve të cilat futen brenda ngritet pakënaqësia dhe mund të shkojnë në një situatë që mund të jetë shumë të rrezikshme për shtetin shqiptar. Dhe këtë unë nuk ja du Shqipërisë dhe shqiptarëve përgjithësi. Profesor, gjatë gjithë ditëve të protestës, mes thirrjeve të shumta ka pas edhe thirrje UÇK, thirrje për shqiptarët e Kosovës që të bashkohen në protestë. Po kjo është në disa foto në rrjetet sociale që disa prej tyre kanë qenë në Tiranë. Ju si shikoni klimën? Ajo që ka mundësia duhet të themi se organizata shqiptare e Kosovës, OVLEA, në mënyrë zyrtare ka kërkuar që flamurin në këto protesta në Tiranë. Kjo një medalës. A mund ta përsërisni edhe një herë fjalinë e fundit sepse nuk e dëgjua për shkak të një ndërprerje të internetit? Thash, OVLEA, organizata e dalë nga lufta, e cila është në qendrën e Prishtinë, ka dalur me qendrim zyrtar dhe ka kërkuar që mos të kesh përdoret emri UÇK-s, flamuri UÇK-s në protestat në Tiranë. Allo? Po, ju dëgjoj. Ju dëgjoj, profesor. A ndëgjoni? Po. Unë ndërprer një lidhje, prandaj kërkoj falje. Dhe kjo është një anë e mirë e medaljes, mendoj unë, sepse ka kërkuar dhe këtë duhet me respektu, për arsye se elementi i tillë i futjes së flamurit prandaj tash është rrugës dhe shumë e mirë që UÇK-ja, organizata UÇK-ja, OVLEA ka dalë me qendrim dhe ka kërkuar që mos të kesh përdoret emri UÇK-s, mos të përdoret flamuri UÇK-s në protestat në Shqipëri, sepse UÇK-ja nuk qëndron me këto protesta dhe me këto veprime të cilat janë duke u kryer atje. Domethënë që përdorimi i flamurit të tillë ose i emrit të UÇK-s i dedikohet kryesisht njerëzve të ndryshëm të cilët mendoj unë janë në shërbim të huajve e që ka për qëllim i tregu gjëja popullit shqiptar se UÇK-ja me protestues dhe se duhet të gjithë më ngrit në kam, për arsye se Shqipëria është në rrezik, Shqipëria është pranë kapitolimit, Shqipëria është në gjendje trend ekonomike, shoqërore dhe sociale, për të cilën ne dim gjendjen e cila është atje, dhe se duhet domosdoshmë të harxojmë jo me pasa, po me edhe me anë mekanizmave të veprimeve të dhunës, këtë qeveri dhe të marrë dorë. Kush më marrë dorë pushtetin tani? Cili subjekt do të dalë dhe të merr pushtetin? Pra, edhe diçka, profesor, tek ajo që ju shikoni që ka shqiptarë të Kosovës që duan t'i bashkohen protestës, pra pavarësisht këtyre skenarëve? Jo, shqiptarë të Kosovës ka, sepse ne kemi mjaft të njerëz të shqiptarë të Kosovës që janë në shërbim të shtetit serb. Pra, ata që janë në shërbim të shtetit serb, ju thoni që duan t'i bashkohen kësaj për të sjellë më shumë. Ata që janë në shërbim të shtetit serb, derisa nuk e kanë pyetur OVLEN, kanë dalë në emrin të UÇK-s dhe kanë përdorur flamurin UÇK-s,
pavarësisht kush është aty, nëse është në moment Kelmendi, atëherë dy rrugë janë, ose nuk e ka analizuar Mameti mirë rrugën dhe qëndrimit, ose Mameti është në shërbim të hujve, i cili ka për qëllim e kriju konflikte dhe mosmarrëveshje të cilat janë të natyrës së rëndë në Shqipëri. Pra ne e bëj thirrje dhe natyrisht nuk që ka si bëj thirrje sepse jam edhe nuk që ka dhe jam edhe një të themelues të saj që mos të bëhet në shërbim tash kujt hiç, të ruajmë vlerat e veta, të ruajmë vlerat e luftës, vlerat të cilat i ka pasur në histori parashërimin e Kosovës dhe ne kemi boll punë tjera me bërë pa shku atje dhe më përzirë në punë të tilla të cilat mund të jenë shumë konfliktoze në Shqipëri dhe mund të sjellin probleme të ndryshme. Ne kemi probleme në Kosovën lindore, ne kemi probleme me Sanxhakun, ne kemi probleme me shqiptarët në Maqedoni, ne kemi probleme me Plavë Guçi ku pothuajse të gjithë shqiptarët e tjerë nuk flasin shqip, po flasin gjuhën bosnjake. Pra ne kemi probleme si Kosovë mjaft të natyrës tjetër. Dhe edhe Shqipëria ka në probleme të natyrës tillë. Nuk kemi nevojë të krijojmë situata të cilat janë të rrezikshme dhe dëmtojnë një sistemi fuqinë të cilën e ka Shqipëria, aktualisht i krijuar drejt integrimit në kodit të Unionit Evropian. Sepse demokratat janë duke bërë një punë shumë të dëmshme kundrull Bashkimit Evropian, forcave të ndryshme, sepse japet një rëndësi shumë të madhe që aty japin kuptuar se përsëri agendat dhe shërbimit të ndryshme vune veprime në botën jashtme, këtu natyrisht në rol të madh duke luajtur Greqia, Irani dhe Moska dhe Rusia nëpërmes elementeve të vet, Greqia nëpërmes mjeteve të ndryshme të informimit me çdo lloj shkrimi të cilët e ka kapluar Unionin Evropian, kanë bërthyer në Unionin Evropian, duke të treguar se Shqipëria është shtet i destabilizuar, shtet jo i aftë, shtet jo stabil, nuk e meriton me qenë në Bashkimin Evropian, a ketë interesat e Greqisë të dy fishta. Të ftuar sidomos në jug. Pikërisht, a ketë interesat të dy fishta, pretendimin ndaj jugut dhe dëmtimi mos me lejuar që të vijnë në investimet në Zvenec, sepse e dëmton ekonominë greke. Këto janë fakte të cilat ne i dimë. Pra ne protestuesit në Tiranë duhet të protestojnë, duhet të demonstrojnë, të jenë të qetë, të jenë të ekuilibruar, mos të dëmtojnë shtetin dhe shoqërinë dhe të krijojnë sa më parë një subjekt në emër të të cilit subjekt në emër të demonstruesve që mund të flet në emër të tyre. Profesor, edhe diçka kam të lutem, e para si mbyllet kjo, e gjitha shpëton në Rama dhe e ka trazuar pak situatën Tiranë dhe heqja non grata së Berishës. Kjo do të thotë që puna me heq Ramën, mos me heq Ramën, sepse Shqipëria nuk duhet të lidhet me një subjekt apo me një person fizik. Qoftë në non grata që ju ka hequr Sali Berishës, qoftë zotit Rama që është kryeminist. Për arsye se Shqipëria nuk është Edi Ramës dhe as Sali Berishës. Shqipëria është e shqiptarëve dhe zgjedhjet janë mbajtur dhe ato zgjedhje duhet të respektuar. Nëse duhet të shkojnë në zgjedhje të reja, atëherë është rrugë që protestuesit sa më parë të krijojnë subjektin në mënyrë që të kenë mundësi me elaboruar kërkesat e tilla veta dhe me kërkuar nëse është nevojë zgjedhje të reja. Dhe në këtë drejtim pastaj të shohim veprimin përgjigjen e zotit Rama kundër situatës që krijohet. Po për Berishën kemi ndryshim kursi të SBA-s në raport Rama-Berisha me heqjen e kontratës? Kjo është rezultat të cilin e kemi pritur ne me kohë për vete dhe në Kosovë me shumë shokë të tjerë që bisedoj edhe me shumë faktorë të ndryshëm. Me ardhmën e Trumpit në pushtet ne kemi pritur se Trumpi gradualisht do të shkojnë dhe të heqë në ngratën. Dhe ishte momenti i dur tash kur Edi Rama pat nevojë për përkraje nga brenda në Shqipëri për Zvenecin, sepse është një investim i madh për 4 miliardë euro, për të cilët zoti Trump dhe familja Trump ka interesa të mëdha ekonomike dhe financiare. Zoti Berisha shfrytëzoi këtë moment, duhet në mbrojtjet e politikës së qeverisë në Shqipëri të zotit Rama dhe natyrisht si përgjigje për punën e tillë, zoti Trump që heqi në ngratën dhe shpalli të tillë. Kjo është zonë normale dhe interesat të cilat përputhen dhe kështu veprohet. Profesor, për ta mbyllur të lutem është e parë që ne flasim kaq pak për Kosovën, por në këtë situatë në Shqipëri, por nuk do ta mbyllim bisedën pa ju marrë mendim. Kosova si është? Kosova është mirë për mendimin tim. Në Kosovë është krijuar një situatë e tillë ku forcat politike të cilat kanë dalur nga zgjedhjet e qershorit ju ka dhënë popullin me kuptuar se nuk mundën vetëm për vetëm të ndërtojnë
shtetin, pushtetin shtetëror, po ju duhet një koordinim i punëve me subjekte tjera, ju duhet një koalicion i mundshëm me një apo dy subjekte për të zgjedhur kryesin dhe kryetarin e kuvendit, qeverinë dhe presidentin. Kundërtën, çdo kush që pretendon me bën një pushtet vetëm për veten, nuk i doj ketë numrat dhe në fund përsëri do të shkojmë në zgjedhje, ose në fund të gushtit të viti, ose në fund të nëntorit dhe torit të viti, në qoftë se kem ngulim që unë kështu du me bodë s'ka të nuk tjetër. Profesor, si gjithmonë kënaqësi biseda me ju, edhe për gjithçka që folëm, për gjitha mesazhet o milioni, në analizën tuaj, në emër të publikut tonë, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Ju falenderoj dhe ju uroj ju çdo të mirë dhe suksese. Dëshiroj që në Shqipëri të shëndoj paqja, kërkesat të jenë shumë të qarta sikur kanë qenë disa prej tyre në fushës ekonomike, sociale, shoqërore, punësimit, keqpërdorimit, pushtetit, të tjera, të krijojnë protestuesit në subjekte të tyre, të protestojnë në mënyrë të qetë, pa dëmtuar shtetin se shteti është i yni, objektet janë tonat, populli është i yni dhe nuk kemi ku shkojmë. Dhe në këtë drejtim dëshiroj suksese. Faleminderit shumë, profesor. Kaloni mirë.